e diçka që po ndodh, dikush që po fiton, po ndoshta në krah të njerëzve, është inteligjenca artificiale. Pse jam ty e përmend këto? Se ka ndodhur diçka për herë të parë. Sa i përket inteligjencës artificiale në skenën muzikore. Për herë të parë, ta shëndojmë dhe si duket ky artist, për herë të parë një artist i krijuar për inteligjencës artificiale del në numër 1 në top listat e muzikore në Amerikë, në Billboard top listën e këngëve më të dëgjuara në internet. Këtu hinë në iTunes, në Spotify, në Deezer, në këtë këto shërbime digjitale ku tash njerëzit ndëgjojnë muzikë. Artisti e ka emrin Breaking Rust, edhe konga është kjo konga këtu e parë e dytë që po shihet Walk My Walk. Do të thonë veç po e shihni aty në alt që artisti veç i ka 2.2 milion dëgjues, 2.3 milion dëgjues në muaj. Edhe konga e inteligjencës artificiale është e para në listën Billboard, do më thonë dikush këtu ka fitu shumë pare, po jo në i muzikant. Që kjo do më thonë në i shtëpi produksioni, ose diçka e tillë, ndodhi kjo për herë të parë, që kjo është kjo konga e dytë pra këto që përsheni, që kjo Walk My Walk, stash, që do këtë pak si ajo konga e I'm Only Human, që është kjo është pak melodin. Këtu s'mundim me menshu se mundet me na nal YouTube-i, jo mundet, po s'kemi drejt, pasi që jemi edhe live edhe në YouTube, po ke Koxha Brengose, të më thonë ndova këtë lajm me disa muziciantë, bile dikush më tha mos më shtin depresion. Koxha Brengose se sa let është me kriju kongë në me inteligjencë artificiale. Dje, për shembull, për një klient e këshyra, me kriju një kongë dhe e krijova dhe shumë let e boni, të më thonë me shumë pak pare, ka dhe shërbime pa pagesë, ku e krijon një kongë pa kurfar problemi, edhe me melodi, me tekst, me krejtash, edhe në gjuhën shqipe, krijon kongë. Gjuhën shqipe nuk janë qash kualitative sa janë në gjuhën angleze, po në gjuhën angleze mundesh me bo kongë shumë të mira. Nëse e keni ndaj biznes për shembull, që e ka emrin anglisht, mundeni me kriju kongë për ta. Me kongë do më thonë që del në fund kur del logoja e biznesit, me emër, nëse biznesi e ka emrin anglisht, mundeni me kriju kongën për logo që del në fund. Si Telkosi për shembull që ka këtë logon, ose Bruno që ka Bruno, ato mundeni me kriju tash me inteligjencë artificiale. Është kohë interesante, në vërtet, nëse mendohet tash, ka pas kësi kohë të krizave të në kohën, do të thonë, kur kanë dalë keret, normalisht njerë që kanë pas shtalla dhe kuaj ju ka ra puna, kur ka dalë, kur ja ka nisë, do të thonë, kur o instalu rryma, ka pas ma pak kërkesë për vaj guri, do të thonë, për lampat, kur ja ka nisë më përdor kompjuteri, ka pas më pak kërkesë për masinat shkrimit, kur o përdor Nissan, ora o përdorimi Nissanit tjetër. Krejti kemi gjatë jetës tonë, diçka që s'kemi përdor ma herët, që kemi përdor ma herët që mos e përdorim, mo e kemi lon anash,